Një natë e bukur sonte në qytetin e Shkodrës, në teatrin Mixheti. Një natë shumë e bukur vërtet. Jam Anila Hoxha, Gjermeni. Unë vi nga Milano, por jam nga Tropoja. Karrierën time e kam Milano dhe sot isha e ftuar për të kënduar këngën time Malli i Përtejdetit, që është kompozuar nga Edmond Gjulali dhe teksti Agim Doçi, dhe kisha shumë dëshirë sonte ta këndoja pikërisht në këtë teatr, pikërisht në këtë teatr ku realizova rolin tim të parë, Opera Mrika, në moshën 16 vjeçe. Pikërisht këtu, në këtë skenë, u realizua Opera Mrika dhe unë isha Mrika. E prandaj emocioni im është i shumëfisht dhe kam shumë për të folur, por megjithatë sonte këndova këtë këngë për mallin, për nostalgjinë për vendin tim, që nuk mbaron kurrë, domethënë, edhe dëshira e madhe është që të vi sa më shpesh, sa më shumë, të kujtojmë artin e vërtet, pikërisht në Shkodër, ku ndodhet vërtet arti më i madh shqiptar dhe artistat më të mëdhenj. Ata na mësuan teknikën, kanton dhe kulturën operistike. Faleminderit.